Tregon tash ta shohim një grua e re, siç je ti, si e shën prizmin e vet dallimin mes jetës tuaj dhe në Amerikë. Se unë fakt e di, po e di nga prizmi i një burri. Një grua e re si e sheh dallimin. Shif, të dy vendet kanë përparësitë edhe sfidat e veta. Në Amerikë, përparësitë janë që ti mund të depërtosh shumë lehtë në përtregje të punës dhe ke shumë opsione. Por ato është vendi mundësive. Po, është vendi mundësive, por gjithashtu ka dhe sfidat e veta për shkak se jeta është shumë intensive, ndonjëherë edhe e vetmuar, edhe nuk ke kohë të bësh më shumë jashtë asaj që për të punuar, përveç se punës. Nuk ka work-life balance. Mund të gjesh, por kur je kritikisht vetëm, si në rastin tim, që bëjmë vetëm me pasportën me pajisë, është pak më vështirë, se nuk ke një rreth që të mbështet, nuk ke një sistem mbështetës. Ndërsa këtu në Maqedoninë, në Tetov, ka shumë talente, ka dhe shumë kreativitet, por nuk ka mundësi. Nuk ka mbështetje për gratë e reja, për të përgjithësi dhe për gjithë njerëzit.